Pa Kur'anin, njerëzit do thonin, ka një të fuqishëm shumë se gjithë kjo univers, po kush është ai? Kush janë emrat e cilësitë e tij? Kush është ky i madhërueshëm dhe i plot fuqishëm dhe i gjithë pushtetshëm, dhe ai që na dha jetë? Për çfarë na krijoi ai neve dhe për çfarë i krijoi miliarda gjallësa të tjerë? Për çfarë i krijoi ai qiellin dhe tokën? Duhet zbriste ky Kur'an famlar, që ne ti kuptoni urtësitë e tij. Duhet zbriste ky Kur'an famlar që ne tu informoni për Ademin, për Nuhun, për Ibrahimin, për Musan e për Isa. Dhe ne tu lajmëronim për perlat e moralit dhe të kuptimit madh njerëzor që na u dhron neve Kur'ani famlar. Duhet zbriste ky Kur'an dhe ta informon neve i madhi Zoti qofshim atij fal, çfarë ndodh me njeriu kur po jep shpirt dhe na tregon te neve që i madhi Zot na pret në një ditë madhe, ditën e gjykimit për të dhënë llogari, ima ilal jannah, ose në xhenetin e përjetshëm, ose në dënimin e zjarrit xhenemit nga drejtësia e tij. E sa shpjegime dhe sa urtësi dhe sa informacione na erdhën neve në Kur'anin famlar për të kthjelluar dhe zgjuar dhe për të jetuar me të madhin Zot. Prandaj, në muajin në cilin zbriti ky Kur'an, mori famë dhe u quajt muaji i madhnueshëm i Ramazanit.